Pas pak për nga përshkruar edhe njëherë se çfarë po ndodh në fakt se si janë të shmendar protestuesit, tash regjia nëse i kemi pamjet e thyrjes së kësaj përkate, i dëgjojmë zë. Jo, policia është e jona. Policia është e jona. Bashkë me neve. Në qeverisë po dojnë asë qeverisë me kalu. Nuk kemë punë me qeverinë fare. Së dojnë a qeverinë, në e kundër qeverisë. Në do kundër qeverisë. Amo këto është e papranueshme. Na kemi bloku serë, po mujna as me jetë. Ja, një pjesë nuk është. Ne konsiderojmë për shkak se 2 metra gjysmë janë për këtu janë 200 metra, nuk kanë rregull. Prandaj ju shumë lutë që ju më na hap rrugën. Edhe rrujeni qeverinë, s'është problem. Rrujeni qeverinë. Jo, veç shtyjuni mbra. Edhe na, jo dhe jo, mos u jepni, veç shtyjuni. A bën ka se s'ke numër? Këto kanë qenë momentet e negocimit ndërmjet policisë së Kosovës dhe njerëzve të vetëvendosjes për të liruar rrugën, teksa vetëvendosja provon, pra ka përvuar dhe e ka thyer kordonin e policisë për të afruar pranë qeverisë. Shohim nëse ka të tjera pamje. Do t'jeni ju. Mes neshon, dhe ndërtesës do t'jeni ishtë. Mirë po, hapësirën në cilën a keni, do është tepër e mërë. Dhe për neve është tepër mështë. Prandaj, të kuptojmë për jush që të nalëshoni hapësirën, i vjen më zhvendos paralel me vetën, më drejtim, edhe me nalën hapësirën më shumë. Kërë tjetë, se të qetë, në mënyrë bashkëpunuse, sheshe për nashtu, edhe ju rujeni. Vesh kështu, vesh rrëndë rrëndë për qajtë. Rrëndi për rrëndë, nuk ka për qeverisë. Por sheshe nga dosë, për shkak se do kemë komunajtë. Nuk ma të qetë mundshme, sepse jemi tepër ngushtë. Sepse mund të gjapë protesta në disa orë, mund të vinë njerëz të tjerë. Na e kemi simbolika është e qeveria, natyrisht, ju jeni këtu për majtë rendin, edhe na kemi protestarë të për majtë rendin, paralelisht me vetën, vetëm tërhiqeni në mënyrë që jo gjithmonë në qenë mes nesh edhe ndërtesave. Apo? Na për lusëm Rafat stilizivan tani. Rafat stilizivan. Minutë nuk të kena më. Minutë të kena. Fëgjohën në të drejta. Atëherë të nderuar shikues, jemi bashkë në këtë vëllartë në këtë mbullim social të protestës së vetëvendosjes
Ka ndodhur vetëm pak minuta më parë kjo që po shihni, momenti kur njerëzit e vetëvendosjes kanë provuar të thyen kordonin policor dhe të afrohen edhe më afër qeverisë së Kosovës. Ishin pamjet kur protestuesit e vetëvendosjes po negocianin në afërsi të teatrit kombëtar me policinë e Kosovës në përpjekje për të afruar tek ndërtesa e qeverisë. Shihni atje, këto janë pamje pra njësitë speciale të policisë së Kosovës të përgatitur atje dhe në ballafaqim me protestuesit e vetëvendosjes dhe mbështetësit e saj, të cilët janë grumbulluar për të protestuar dhe shihni kanë kaluar prej ndërtesës pra ndërtesës së kuvendit dhe kanë